Pastroni zorën e trashë dhe shpëtoni nga kapslëku vetëm me një lugë nga kjo, ja receta. Pastrimi i zorës së trashë është një trajtim alternativ popullor që pretendon se largon mbetje dhe toksinat nga zorët. Megjithatë, ka pak prova shkencore që mbështesin rutinat e pastrimit të zorëve. Përveç këtyre, mjekët përshkruajnë ushqimet e rregullta dhe mënyrën e jetesës më të mirë për të përmirësuar funksionin e zorëve dhe lehtësuar problemet e kapslëkut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shumica e kërkimeve për pastrimin e sigurt të zorëve vijnë nga studime që synojnë në përmirësimin e procedurës së kolonoskopisë, jo rritjes së nivelit të energjisë ose trajtimeve të problemeve të zorëve. Shumica e produkteve mund të jenë gjithashtu edhe më të mira në pastrimin e zorës së trashë dhe detoksifikimin e saj dhe largimin e substancave të dëmshme, të tilla si mukusi dhe feqet e thata. Disa njerëz i qasin pastrimit të zorës së trashë për të lehtësuar kapslëkun. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim mënyrat më të mira alternative, të cilat do ju ndihmojnë të keni një zorë më të shëndetshme dhe më pak probleme me tretjen. Përdorimi i ujit është një nga mënyrat më të mira dhe më të lehta për të siguruar një pastrim më të mirë të zorës së trashë në mënyrë krejt natyrale. Uji lag jashtëqitjen dhe jep masë, duke bërë më të lehtë kalimin përmes zorrës. Njerëzit të cilët janë të dehidratuar mund të kenë lëvizje më pak të shpeshta të zorëve në trupin e tyre dhe përpiqen që të mbajnë më shumë ujë. Ai rrithith ujin nga zorët duke bërë që jashtëqitja të bëhet më e thatë dhe e vështirë për të dalë jashtë. Nevojat ditore për të hidratuar ndryshojnë nga personi në person, por është e rëndësishme të merrni sasinë e mjaftueshme të ujit gjatë gjithë ditës. Pije të tjera që mund të përfshini janë frutat, çajrat, lëngjet e tyre, gjithashtu edhe do të kontribuojnë në një jashtëqitje dhe një masë më normale të saj. Kufizimi i marrjes së ujit mund të ndikojë negativisht në mikrobiomën e zorëve dhe të zvogëlojë edhe numrin e qelizave të caktuara imune të zorës së trashë. Të rriturit kanë nevojë për 6 deri në 8 gota ujë, por në varësi të aktiviteteve që kryejnë mund të konsumojnë më shumë ujë gjatë ditës. Lëngjet e frutave dhe të perimeve gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin e problemeve të zorës së trashë. Lëngjet e frutave dhe të perimeve përmbajnë shumë komponentë të cilët mund të ndihmojnë në pastrimin e zorës së trashë, duke përfshirë fibrat, fitokimikatet dhe sheqerna natyrale të cilat do të veprojnë si laksativ natyral. Mund të shtoni në dietën tuaj lëngun e mollës, të kumullave të thata, të dardhave, të bananës, të kivit, të rrushit e të tjera, të cilat mund të japin rezultate fantastike në lehtësimin e problemeve të zorëve. Shumica e ekspertëve nuk rekomandojnë pastrimin përmes lëngjeve. Lëngjet e frutave të përpunuara mund të jenë gjithashtu jo të rëndësishme për dietën tuaj. Ekspertët këshillojnë të pasuroni dietën tuaj me produkte sa më natyrale dhe të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë her pas here për të bërë një trajtim më të mirë të shëndetit të zorëve dhe të lehtësoni gjithashtu edhe problemet e kapslëkut. Nëse vuani nga kapslëku, shtoni në dietën tuaj edhe fibrat. Fibrat do t'i shtojnë masë jashtëqitjes suaj, gjë që redukton kohën e kaluar në zorrën e trashë. Duke lëvizur më mirë shëndetin e zorëve, shumica e njerëzve nuk marrin fibra të mjaftueshme në dietën e tyre ditore. Sasia aktuale e fibrave që rekomandohen janë nga 25 deri në 30 gram çdo ditë. Shumë ushqime natyrale janë të pasura me fibra, duke përfshirë arrat, fasulet, farat, manaferat, drithrat, të cilat mund të japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj të zorëve dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Njerëzit që kanë vështirësi të marrin fibra përmes dietës së tyre, preferohet të konsultohen me ekspertin e shëndetësisë për të bërë një përzgjedhje më të mirë të dietës së tyre dhe të marrin edhe laksativet e nevojshëm. Ushqimet e fermentuara mund të jenë një ndihmë e çmuar në situatën tuaj. Ushqimet e fermentuara mund të përmbajnë probiotik, këto bakterie mund të kenë efekte pozitive në mikrobiomën e zorëve, gjë që është e mirë edhe për njerëzit të cilët kanë sindromen e zorës së irrituar dhe vuajnë gjithashtu nga inflamacionet e tyre. Ushqimet e zakonshme të fermentuara përmbajnë gjithashtu probiotik.
Kosi, uthulla e mollës, lakra turshi dhe turshit e ndryshme të përgatitura vetë në kushte shtëpie mund t'japin rezultate më të mira në shëndetin e zorës dhe lehtësimin e problemeve të kapslëkut. Nisështeja rezistente mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj përkatëse. Disa ushqime përmbajnë në nisështe rezistente një lloj sheqeri, i cili është i vështirë që trupi ta shpërbëjë atë. Këto nisështe mbeten kryesisht të patretura dhe i shtojnë gjithashtu masë jashtëqitjes. Sa më e madhe të jetë pesha e jashtëqitjes, aq më shpejt stimulohet zora për ta zbrazur atë. Ushqimet që përmbajnë nisështe rezistente të cilat mund të shtohen në dietën tuaj janë patatet e ëmbla, gjithashtu panxari, sheqeri, kanella, bananet jeshile e të tjera. Shtoni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj. Vetëm kështu do ta keni tretjen më efektive dhe nuk do të vuani gjithashtu nga problemet që shkakton konstipacioni. Lëngu i limonit mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj përkatëse. Flavonoidet nga agrumet, të tilla siç janë për shembull limoni, kanë efekte pozitive në shëndetin e zorëve dhe në traktin tuaj gastrointestinal dhe në funksionet më të mira të tyre. Një zorë e trashë e pastër është thelbësore për disa teste diagnostifikuese, të tilla si kolonoskopia. Ekspertët citojnë se sa më mirë të kujdeseni për shëndetin e zorës, aq më pak probleme do të keni me jashtëqitjen. Duke shtuar produkte siç është kosi në dietën tuaj do të përmirësoni punën e tyre. Ekspertët tregojnë se kosi natyral është një ushqim i cili merret rregullisht dhe ndihmon në mbajtjen e zorës suaj më të shëndetshme dhe zorën e trashme efektive. Duke qenë një ushqim probiotik, kosi veçanërisht, ai me kultura të gjalla dhe aktive, domethënë i zënë vetë në shtëpi, do të përhap bakteriet e mira në zorë që do të nxisin një tretje më efektive dhe do të lehtësojnë problemet e saj. Ai gjithashtu do të luftojë edhe sëmundjet inflamatore të zorëve. Përveç kësaj, kosi përmban element të mirë ushqyes në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të ngjashme. Shtoni kosin natyral, të përgatitur vetë në kushte shtëpie për një shëndet më të mirë të zorës dhe lehtësimin e problemeve të konstipacionit. Në dietën tuaj mund të shtoni farat e lirit. Farat e lirit janë burime të acideve yndyrore omega-3, antioksidantëve dhe fibrave natyrore. Duke shtuar kështu farat e lirit në vaktet tuaja ditore, do ta keni më të lehtë të përmirësoni edhe konsistencën e zorëve dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e tyre. Sa më shumë produkte natyrale të keni të shtuara në dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni për organizmin. Ekspertët shtojnë se në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe kripën e detit, një tjetër përbërës efektiv në pastrimin e zorës së trashë, gjithashtu është edhe kripa e detit. Në saj të vlerave të tyre detoksifikuese, përzieni një lugje edhe krip deti në një gotë me ujë të pishëm dhe lini që të vlojë atë dhe kështu do të përmirësoni edhe shëndetin tuaj të zorës. Sa më shumë produkte natyrale të keni shtuar në dietën tuaj, aq më pak probleme do të keni edhe me konstipacionin. Aloe vera gjithashtu mund të jetë një nga ndihmuesit më të mirë në shëndetin e zorëve dhe parandalimin e problemeve që shkakton konstipacioni. Kur zora e trashë shoqërohet edhe me probleme të tjera, aloe vera mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Aloe vera është e njohur për aftësinë e saj detoksifikuese dhe vepron si një laksativ. Prandaj ajo konsiderohet si një pastrues i rregullt i zorës së trashë dhe jo vetëm në përmirësimin e shëndetit tretës. Sigurohuni të shtoni sa më mirë aloe vera në përmbajtjen e dietave tuaja edhe për të përmirësuar konsistencën e zorëve. Xhenxhefili është një tjetër produkt natyral që mund të japë shumë përfitime në shëndetin e zorës së trashë. Për të reduktuar fryrjen të përzierat, përdorni xhenxhefilin. Xhenxhefili është një përbërës natyror i gatshëm që mund të ndihmojë në reduktimin e fryrjeve dhe të stimulojë funksionet më të mira të zorës së trashë dhe ta mbajë atë më të lirët nga toksinat e dëmshme. Ndihmon tretjen dhe promovon sekretimin e lëngjeve tretëse. Ju mund të merrni xhenxhefilin në çdo formë si të coptëzuar lëng ose pjesë të përmbajtjeve të ndryshme. Ky do t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Sigurohuni që në dietën tuaj të shtoni sa më shumë produkte natyrale dhe do të keni një tretje më efektive dhe një zorë më të shëndetshme. Vetëm në këtë mënyrë do të siguroni edhe shëndetin e duhur të zorëve dhe parandalimin e problemeve që shkakton konstipacioni. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Në dietën tuaj për një sistem tretës, duhet të kujdeseni gjithashtu edhe me ushqyerjen. Merrni sa më shumë lëngje në bazat tuaja ditore dhe gjithashtu sigurohuni që të kryeni edhe konsultat e duhura me mjekun përkatës. Kjo është një mundësi për të përmirësuar sistemin e tretjes dhe për të evituar gjithashtu problemet që shkakton edhe zorra e irrituar.